Nga do tani gosht vëllezër e motra ndryshon ligji sa i përket patent shoferëve pra në Gjermani. Çka duhet të dini? Për cilat patent shofere bëhet fjalë? Për patent shoferët evropiane pra. Tash edhe në qoftë se je shtetas gjerman dhe banon në Gjermani, pra në mënyrë shumë legale, keni të drejtë nga data 1 gosht 2025, për shembull, shkoni ta kryeni dikon patent shoferin siç janë Bullgari, Rumeni, Çeki, Poloni apo kudo që juve ju duket ma lira apo e gjeni, edhe keni drejt me atë patent shofer, edhe pse i banor i Gjermanisë, të vozitësh për me të, pa potur nevoj ta përkthesh atë në Gjermane, pra. Ju e dini që në Gjermani aktualisht të kushtu shumë shtrejt, por e mira është me këtë ndryshim të ligjit, pra njihen mo të gjitha patent shoferët evropiane, pa potur nevoj ti përkthesh. Por çka është hala më e mira, pra edhe në qoftë se je banor i Gjermanisë, je shtetas gjerman dhe banon këto pra me banim të plot, nuk i nevoj pra ta ndroshat. E merr në cilin do shtet evropian edhe vjen vozit këtu sikur me pas patent shofer gjerman. Unë besoj që ky lajm shumë për juve do t'ju pëlqej, pasi që është me të vërtet pak shtrejt në Gjermani kohët e fundit patent shoferi ka hyp çmimi mos vet, edhe pra po ka njerëz vështirësi për ta marrë. Pra kjo është e reja, unë ju përshëndes të gjithëve me respekt. Muhammed Bajrami Mehdi, kaloni sa më mirë.